Kishte vetëm 6 euro në xhep, por sot pasuria e tij vlen mbi 72 milion euro, historia emocionuese e futbollistit. Një dokumentar i ri që u publikua këtë të njëjtë rikthe në vëmendje jetën e një prej futbollistëve më spektakolar të historisë së lojës, bëhet fjala për Ronaldinho, ku tregohen jo vetëm sukseset e tij në fushë, por edhe uljet dramatike jashtë jetës së tij. I shylli Brazilit dhe Barcelonës, fituesi Kupës së Botës 2002 dhe Topit të Art 2005. Ka jetuar një jetë mes luksit ekstrem, krizave financiare dhe madje dhe burgut në Paraguay. Në kulmin e karrierës së tij, Ronaldinho u shndrua në një nga figurat më të paguara të futbollit botror, sipas raportimeve në vitin 2006. Ai u bë lojtari më i paguar në botë, duke kaluar edhe David Beckham. France Football raportoi se Ronaldinho fitonte mbi 18 milion euro në vit nga paga dhe sponsorizimet, thuhet në dokumentar. Ai kishte kontrata fitimprurse me markat mëdha si Nike, Pepsi dhe Coca-Cola, por jeta nuk u tregua as pak bujare dhe situata e tij financiare nuk ka qenë e qëndrueshme. Në vitin 2018 u raportua se ai kishte vetëm 6 euro në llogarinë bankare për shkak të borxheve dhe problemeve ligjore. Në vitin 2019, autoritetet braziliane i sekuestruan 57 prona për shkak të detyrimeve tatimore, ndërkohë që në këto momente pasuria e tij aktuale vlerësohet në më tepër se 72 milion euro. Parat përfitoheshin kryesisht nga sponsorizimet dhe aktivitetet mediatike. Një nga momentet më të bujshme të jetës së Ronaldinhos ndodhi në mars të vitit 2020, kur ish futbollisti dhe vllai i tij u arrestuan në Paraguay, pasi hyn në këtë vend me dokumenta të falsifikuara. Unë kur nuk e kam imagjinuar se do të përjetoja një situatë të tillë, tha ai gjatë qëndrimit në paraburgim, duke shtuar se gjithmonë kishte kërkuar të sillte gëzim për njerëzit me futbollin e tij. Fillimisht i mbajtur 32 ditë në burg, ai më pas u transferua në një hotel në Asuncion, ndërsa procesi ligjor vazhdonte. Ai madje festoi dhe ditëlindjen e 40 në paraburgim. Raportohet se gjatë qëndrimit në burg, Ronaldinho u bë shumë i njohur mes burgosurve dhe mori pjesë në një turne futbolli futsal, ku skuadra e tij fitoi finalen 11-2. Pas lirimit, ai dhe vllai i tij u gjobitën me rreth 170.000 euro në total.